Raca Pastor Belg është një racë e cila tek ne në vitet e fundit ka pasur një trend dhe një rritje jashtëzakonisht të lartë të tyre në për shtëpia tona. Dhe kjo është vërejt sepse nëse dalim edhe shohim, kemi filluar të shohim edhe qenë ndacak që janë si pastor, që janë realisht pastor belg, të cilët mund të shumohen dhe të shtohen në rrugët tona dhe kjo tregon për numrin e madh të personave që kanë marrur qenin pastor belg dhe të cilët nuk kanë mundur ta mbajnë. Raca Pastor Belg është një qen i cili është jashtëzakonisht energjik, jashtëzakonisht besnik dhe jashtëzakonisht qen i mençur, ku për këto arsye edhe mbahet në shumë shtete të botës. Ky është si qen kryesor i policisë dhe i ushtrisë, i cili përdoret për misione të ndryshme, për arsye që është një qen i cili është shumë lehtë të trajnohet dhe është një qen i cili ka një qëndrim shumë të lartë ndaj dhimbjeve të ndryshme që mund të ketë dhe ka pasur raste ku për shembull raca Pastor Belg shihet duke ecur edhe nëpër litar me sy mbyllur, aq të fortë ka atë ndjesinë se si duhet të veprojë dhe nuk e qet as edhe një hap gabim. Dhe për këtë arsye njihet si një ndër qenë më të mençur që janë si racë e cila mbahet nga personat në oburret dhe në shtëpiat e tyre. Sa i përket mençurisë të racës Pastor Belg, janë ndër qenë më të mençur dhe më së lehti që trajnohen, ku edhe përdoren nga forcat më elitare të policisë në botë, të njësive speciale nëpër botë, të ushtrive nëpër botë, po ashtu edhe policia e Kosovës dhe forca e sigurisë të Kosovës apo FSK-ja, të dyja këtu i kanë pastorët belg për arsye se janë të njohur që mund të trajnohen edhe për operacione të ndryshme, ku mund të përmendet si më i spikaturi kur është gjendur terroristi Osama Bin Laden, është gjetur nga një pastor belg. Gjatë kërkimit për të, realisht ka qenë qeni i cili ka bërë gjetjen përgjatë gjurmimit dhe ka qenë jashtëzakonisht aq mirë i trajnuar saqë e ka gjetur vendodhjen e saktë të tij, ku pastaj ai është kapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo racë është shumë e lehtë për të trajnuar, mirë po normalisht që kërkesat e tyre ditore për aktivitet ditor dhe për trajnim janë shumë të larta, ku ne i rekomandojmë të gjithë pronarëve para se të marrin, disa prej tyre mendojnë kam një obor të madh dhe nuk ka nevojë që të trajnohet. Mirë po raca Pastor Belg ka kërkesë të kaloj kohë me pronarin e tij, ka kërkesë që të trajnohet, të luaj të paktën 3 herë në ditë nga 2 orë, pra realisht 6 orë në ditë duhet të dedikohen komplet kësaj race në mënyrë që kjo racë të trajnohet sa më mirë dhe të jetë ta ketë më të lehtë trajnimin dhe të jetë më i butë në raport me njerëzit që e rrethojnë. Raca Pastor Belg nuk është i përshtatshëm për të mbajtur në ambiente të brendshme, edhe pse ka një qime të shkurtër dhe nuk e ka qimen double coated apo të dyfisht sikur pastori gjerman. Mirë po është një qen i cili lëshon qime gjatë tër vitit dhe kudo që bie kontakt me të, ky qen do të lëshojë qime mjaft shumë dhe për këtë arsye rekomandohet që të mbahet më shumë në ambiente të jashtme se sa në ambiente të brendshme. Pronarët të cilët e marrin pastorin belg duhet ta kemë parasysh gjithsesi që fëmijën ta prezantojnë me shumë kujdes ndaj pastorit belg dhe në të shumtën e rasteve pastori belg nuk e sheh si rrezik fëmijën, mirë po në disa raste për shkak të natyrës së tyre mbrojtëse ndaj pronarit mund të ketë raste që ata mund të reagojnë ndaj fëmijës, edhe pse në të shumtën e rasteve që ne i dimë dhe i kemi parë, i kemi dëgjuar, janë që këta e mbrojnë fëmijën. Mirë po gjithsesi duhet të bëhet një prezantim adekuat dhe derisa fëmia të bëhet mjaftueshëm i rritur sa të mos i shkaktojë dhimbje këtij qeni, gjithsesi duhet të ketë prezencën e të prindit të tij para qenit. Kur jemi tek këto ushqyerjet edhe tek shëtitja, këta qenë kanë kërkesë më të lartë ushqimore për proteina, për yndyrna, për karbohidrate dhe rekomandohet që t'u jipen ushqime të cilat janë të dedikuara për qenë me energji të lartë dhe për qenë janë ushqime të cilat janë të formuluara për qenë më sportiv, siç mendohet të jenë pastorët belg. Pra këta nuk janë një racë që mund ta marrësh një ushqim për një racë mesatare, mirë po këta janë qenë me kërkesa më të larta energjetike,
dhe duhet të marrin ushqim i cili është i dedikuar vetëm për këtë lloj race. Pra duhet të jetë ushqim për qenë sportiv në mënyrë që t'i përmbush ato nevojat e tyre ditore dhe fiziologjike. Kur jemi tek shëtitja, për shkak të kërkesës të tyre dhe hiperaktivitetit të tyre, këta duhet të shëtiten të paktën 3 orë në ditë, duhet të kenë një aktivitet më të shfrenuar, nëse mund të themi, pra të kenë vrapime në park, të kenë lojë bashkë me pronarin dhe jo vetëm ecje të dalshme me pronarin, por duhet të kenë vrapim dhe lojë interaktive për të paktën 3 orë brenda ditës. Si race janë të ndihshëm mjaft nga disa sëmundje, ku për shembull kur jemi tek mosha nga klësh, raca Pastor belg janë shumë të ndihshëm dhe shumë të lehtë të prekshëm nga parvoviroza dhe në të shumtën e rasteve edhe me mjekimet më të mira të mundshme këta nuk mbijetojnë. Pastaj kur jemi tek mosha e rritur, kur fillon të rritet trupi, mund të ketë probleme me displazinë e pelvike, pastaj këta kanë përveç displazisë pelvike për shkak të trupit të madh të tyre, është mjaft e shprehur edhe epilepsia, ku ne kemi pasur disa raste në klinikën tonë që pastori belg të vi me sulme epileptike dhe shkarkime të ndryshme elektrike, mirë po gjithsesi këto menaxhohen përgjatë të jetës së tyre, vetëm se pronarët e këtyre qenve apo pronarët potencial duhet t'i kenë parasysh këto fakte para se ta marrin këtë racë.